Ju e keni përqafuar hapur faktin që djali juaj ka autizëm. Çfarë mesazh do t'i jepje prindërve që e fshehin apo ndonjëherë edhe e përjetojnë me turp diagnozën e fëmijës së tyre? Nëse nëna nuk e pranon, si do e pranoj bota? Mu sinqerisht ma vjen shumë keq nëse dëgjoj ndonjë prind që nuk e pranon fëmijën e vet ashtu siç është. Ka raste, unë e kum bisedu edhe me nëna tjera, kum thënë fëmijën nxirre publikisht, mos ki turp, përderisa unë e kum të kalu këtë me shumë lehtësi, do e të kalosh edhe ti. E kam nxirr fëmijën nëpër këndet lojrave, jemi taku me kolege, edhe më kanë thënë bravo që nuk kem shefish djalin, edhe më thënë si ta më shefi djalin unë. Vetë pyetje, vetë ki motivimi kështu që t'japin, prapë është me pyetje, po pse ta më shefi? Unë uroj që të gjitha nënat mos ta kenë me turp, kësi nuk është gjë e turpshme. Këta fëmijë janë dhunti e Zotit. Duhet jemi të bekuar, t'i falenderojmë Zotit që neve na ka zgjedh që t'jemi nënat e këtyre fëmijëve. Në spektrat e autizmit, me Down syndrom, me çfarë do qoftë diagnoze. A keni patur ndonjëherë hezitim për një shtatzani tjetër pas diagnozës dhe çfarë reflektimi solli kjo tek ju? Unë nuk e kam pas idenë që kjo mund të përsëritet, ja deri tani bile. Unë vazhdoj që qëllimi kryesor ka qenë që Joni t'i bëj shoqëri, sepse Joni, siç thash, është shumë i shoqërueshëm, edhe fëmijët kur vinin tek ne të fqinjeve, kur shkonin në shtëpitë e tyre, se ishin kalu një orë, Joni qante, sepse donte të lunte me ato. Thosha, pse mos i bëj fëmijës, djalit i bëj fëmijë tjerë, edhe prandaj s'kam hezitu as pak, nuk e kam mendu që djali mund të përsëritet autizmi të fëmijë tjerë, ndoshta edhe ajo është çështje psiqike. Po edhe te fëmijët me autizëm, unë mendoj që nënat, duke patur parasysh tek vetja, kanë përjetuar një farë lloj stresi shumë të madh gjatë shtatzanisë, dhe prandaj ndoshta është një nga shkaktarët që bëhet ADHD, autizëm, hiperaktivitet, sindroma Rett, ka çfarë diagnoze. Edhe mendoj që nuk duhet të ketë stres. Bën fëmijë se Zoti është ai që vendos. Edhe po të mos duash, edhe po duam, edhe ai është Nuk e kemi neve në dorë. Nuk e kemi në dorë, bëj fëmijë aty në të kënaqet fëmijët, le shoqërohen. Shumë raste të prindërve që kanë fëmijën e parë, le të themi, me autizëm apo me ndonjë problematik tjetër, vendosin të mos kenë fëmijë të dytë, pasi mendojnë që edhe fëmija i dytë apo edhe fëmijët e tjerë mund të kenë një problematik. Çfarë mesazhi do doje t'ju jepje këtyre prindërve që vendosin të mbajnë dhe të kenë vetëm ato fëmijë dhe mos ta zgjerojnë familjen e tyre? Unë them që ata prindër mos dëgjojnë fjalët e të tjerëve, sepse shpesh herë familja është familja e para që paragjykon, jo shoqëria, sepse shoqëria nuk e din se brenda çfarë situatesh kemi ne. Familja është ajo e para që paragjykon, mos bëj fëmijë tjerë sepse shife situatën e djalit, shife situatën e vajzës. Mund ta ketë fëmija e dytë, fëmija e tretë. Domethënë mos i dëgjojnë familjar tjerë, paragjykimet e familjarëve tjerë, se siç thash, ata janë të parë që paragjykojnë. Le të vazhdojnë, le të krijojnë familje, sepse nuk është edhe aq tragjike sa e bëjnë. Nëse trajtohet fëmia, edhe po tjetë edhe i dyti me autizëm, ato njëri tjetrin do e kenë prapë, sepse e gjejnë mënyrën se si të luajnë së bashku. Si që ka gjetë fëmia im, do e gjejnë edhe fëmijët e të tjerëve. Fëmia im luan me fëmijët tjerë, kënaqet. Ato kanë nevojë, fëmijët me autizëm kanë nevojë shumë të shoqërohen. Nuk din si mu shpreh, po nevoja e tyre është thriving, është shumë e flakët për të shoqëruar me të tjerët, sepse ato kanë nevojë të pranohen. Kush do ta pranojë i parë? Normalisht se motra ose vëllau do e pranojë ashtu se siç është.